Rënja e temperaturave dhe moti i ftohtë gjatë dimrit janë faktorë që të çojnë në shtim të rasteve me virozat e sinës gjatë kësaj periudhe. Mjekët infeksionistë apelojnë për kujdes të shtuar veçanërisht tek fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike, duke theksuar se vaksina është mjeti kryesor për parandalimin dhe trajtimin e hershëm të virozave. Doktoresha Esi Duka, mjek infeksioniste pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, jep këshilla mbi kujdesin gjatë periudhës së virozave dhe rëndësinë e kryes së vaksinës antigrip për grupet e riskut. Se periudha e ftohtë e vitit shoqërohet me periudhën e virozave dhe të gripit, sigurisht që ne në këtë periudhë kemi një shtim të numrit të rasteve që mund të jenë në sindrome gripale, të shoqëruara dhe me komplikacione të ndryshme, qoftë encefalite, do të thënë prekje të sistemit nervor qendror, qoftë meningite, apo forma të rënda të pneumonisë që manifestohen si komplikacione të gripit gjatë kësaj periudhe. Sipas Dukës, një pjesë e pacientëve paraqiten fillimisht në farmaci duke marrë medikamente pa u konsultuar me mjekun e familjes dhe këto janë subjekte që paraqiten edhe në format më të rënduara. Për të gjitha grup moshat, aq më tepër për të sëmurët që vuajnë nga sëmundjet kronike, që mund të jenë hipertensioni arterial, mund të jetë diabeti mellitus apo sëmundshmëri të tjera kronike. Kjo është gjëja më e mirë e mundshme për të gjitha subjektet. Domethënë vaksinimi mund të bësh në çdo kohë, edhe tani, nëse pacienti nuk ka paraqitur simptoma të tilla si temperaturë apo të ngjashme me rrufën, rrjedhë hundësh apo gjëra të tjera. Sigurisht që kontakti i parë duhet me mjekun e familjes dhe çdo medikament apo çdo këshillë e mundshme duhet të merret fillimisht nga kontakti me mjekun. Pastaj mjeku, në varësi të problematikave apo të komplikacioneve që bën pacienti, do të referohet në shërbimet më të specializuara, siç është edhe shërbimi ynë. Mjekja infeksioniste pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza pohoi se kontakti i parë duhet të jetë me mjekun e familjes dhe çdo medikament apo çdo këshillë e mundshme duhet të merret nga mjeku, i cili në varësi të problematikave apo komplikacioneve që bën pacienti do të referohet në shërbimet më të specializuar siç është edhe shërbimi në spitalin infektiv. Mjekja ndër të tjera këshillon që në rast se pacientët shfaqin simptoma të virozave stinore, të pushojnë mjaftueshëm, të konsumojnë lëngje në sasi të bollshme dhe ushqime të lehta e të shmangin ambiente të mbyllura ose mbi popullimet me një